Katica Janeva ka qenë emri vetëm në tavolinën e bisedimeve, për të cilin asnjë parti nuk ka pasur argumente kundër. Kjo për faktin se Janeva ka qenë kandidati i vetëm i cili ka kaluar të gjitha filtrat e kontrollit për afërsi eventuale me politikën. Lideri i opozitës Zoran Zaev në emisionin Win-Win në Dhajset i Qetri Vesti ka theksuar se emri i Janevës u zgjodh për shkak se ajo ka dëshmuar veten në punën e saj të deritanishme dhe ka pasur trimërinë dhe dëshirën që t'i futet një procesi të tillë. Dispozita këto që janë bazë për funksionim të pavarur të një prokurori me detyrë të tillë specifike. Zaev thot se ai ka propozuar 2 shqiptar që të bëjnë pjesë e ekipit të prokurorëve të Janevës. Zaevi nuk vendos vetë. Këtu vendosin edhe 4 partitë e tjera. Nxirren argumentet e të gjithë personave të përfshirë në negociata dhe keni arbitrin, faktorin ndërkombëtar e në fund kërkoni zgjidhje. Në këtë zgjidhje nuk kishte kundër argumente ndaj kritereve si vendosshmëri, trimëri, ekspertizë, ta ketë dëshmuar veten deri më tani dhe të ketë dëshirë të hyjë në një proces të tillë. Nuk kishte kundër argumente si orientimi partijak, afërsi me ndonjë subjekt politik, pa marrë parasysh qeveri apo opozitë. Këto pra janë kundër argumente që mund të vendosen në tavolinë. Për këtë emër nuk doli asnjë kundër argument. Thjesht nuk keni asnjë mënyrë, pavarësisht se a e keni emrin Gruevski apo Zaev, Ahmeti apo Thaçi, që ta refuzoni atë emër. Zaev thot se nga gjithë ky proces, LSDM-ja ka nxjerrë maksimumin që mund të arrihej përmes bisedimeve. Protestat e dhunshme sipas tij janë anashkaluar që moti si alternativë, pasi që edhe po të rrëzohej Gruevski nga pushteti, në shtet dhe në shoqëri do të mbeteshin gjurmë të papërmirësueshme. Ekzistonte alternativa që të mos ulemi fare në negociata. Këtë vendim e kemi marrë që moti, por nëse vim deri te kjo, atëherë mbetet vetëm një opsion, të rrjedh gjak në rrugë. Nuk e meriton Gruevski dhe banda e tij kriminale që të rrjedh gjak. Nëse ai ka marrë vendimin që të mos dorëhiqet, mësimi nga skenari i Ukrainës, atë që ndodhi me pranverën arabe, Azinë Jugore, Afrikën, tregon se kjo gjë nuk është mirë. Duke u nisur nga këto shtete, shohim se dhuna sjell vetëm dhunë. Regjimet ranë, por gjurmët mbeten të papërmirësueshme. Lideri i opozitës paralajmëroi kongres treditor gjatë muajit të ardhshëm për të hartuar programin partijak për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Hartimi i programit do të bëhet në prezencë të ekspertëve nga fusha të ndryshme, të cilët varësisht nga lëmia do të japin propozime për përmbajtjen e programit.